Me rastin e 20 nëntorit ditës ndërkombëtare të fëmijëve, organizata jo qeveritare Concordia Projekt Social me veprim në Kosovë, në Prizren dhe Gjakov, bashkë me Galeria Shopping Mall në Prizren të ejtë në orët e mbrëmjes kanë organizuar një program festiv për fëmijë, ku fillimisht për këtë organizim drejtoresha OJQ-s për projekte sociale zonja Mirela ka folur për këtë festë duke akcentuar se kjo festë shënohet në gjithë botën, sa i përket të drejtave të fëmijëve. Ajo edhe si mesazh universal me këtë rast ka pasur të drejtat e fëmijëve duhet të jenë kudo. Actually, the UN Convention on Children's Rights has been firstly signed. Ky është i viti 3 me radhë që na po organizojmë eventin për 20 nëntorin ditën ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve. Kjo ditë është kur është themeluar konventa për drejtën e fëmijëve dhe së bashku me fëmijët po mundohemi që me jap lajmin që çdo fëmijë ka rëndësi dhe çdo fëmijë duhet të ketë kujdes dhe të ketë edukim. Mesazhi është se çdo fëmijë ka të drejtë. Derisa afërdita Nina i zyrtare për media Galeria Shopping Mall me këtë rast tha se për të nderuar festën e të drejtave të fëmijëve, ne sot në bashkëpunim me shoqatën Concordia po organizojmë këtë festë për të shënuar të drejtat e fëmijëve. Të drejtat e fëmijëve duhet të shënohen e të gëzojnë të drejta sa më shumë, fëmijët e gjithë botës dhe fëmijët tanë, tha në mes tjerash dhe pastaj ka vazhduar. Sot në Galeria Shopping Mall po shënohet dita ndërkombëtare e fëmijëve në bashkëpunim me organizatën Concordia, ku ky aktivitet ka për qëllim të mbështesë të gjithë fëmijët, por mbi të gjitha të rikujtojmë komunitetit se çdo fëmijë meriton barazi dhe dashuri të barabartë. Cili do të ishte mesazhi juaj për organizimin e kësaj natyre? Për ne në galeria, fëmijët janë gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe çdo herë mundohemi të krijojmë aktivitete edukative dhe argëtuese sa më të mira për ta. Dhe për ne çdo iniciativë që mbështet të ardhmen e brezave të rinj është më së mirëseardhur. Programi festiv e shënuan shumë fëmijë të Prizrenit duke kënduar e argëtuar me maskota që ishin prezent në këtë program artistik. Për më shumë se 30 vite, Concordia Social Projekt me seli në Vjenë, Austri, operon si një organizatë ndërkombëtare me programe të ndryshme të implementuara në 5 shtete. Programet e saj variojnë duke përfshirë ndihmë emergjente, qendra krizash, punë në terren, kujdes alternativ dhe akomodim për fëmijët, si dhe shërbime të trajtimit apo edukimit për mbështetjen e fëmijëve të rinjeve dhe familjeve të marginalizuara. Concordia Social Park i ka zgjeruar intervenimet e saj në Republikën e Kosovës duke filluar nga dhjetori vitit 2020 përmes themelimit të shoqatës Concordia Projekt Social. Programi i cili ofrohet në Prizren parashihet në mbështetje të fëmijëve e familjeve të marginalizuara, të cilat jetojnë në lagje në tranzit që ata të kenë qasje në edukim.